Kujtota, ku do regjistrohesh shkollë mesme? Në tekstile, do mësoj do një zanat? Pa gjithë shkojnë zënësit e dobët. Jo, domosdoshmërisht, unë këtë e dua. Ata shkojnë bëjnë ekspozita e sfilatat e presidenti i Shqipërisë dhe bile në Bregdet, pse mos jem edhe unë pjesë aty? Po ti, çfarë do bëhesh kur të rritesh? Kjo ishte pyetja që na i bënin kur ishim fëmijë. Atëherë përgjigja dukej e thjeshtë, lista e profesioneve dukej e pafundme dhe zgjedhja do të vlente për gjithë jetën. Sot kjo pyetje është bërë shumë më e vështirë. Derisa ne flasim, inteligjenca artificiale shkruan tekste, krijon fotografi, përkthejnë gjuhë, analizon të dhëna dhe kryen punë që deri dje konsideroheshin ekskluzivisht njerëzore. Profesione që dikur duheshin të sigurta, sot teknologjia i ka vënë në pikpyetje. Të rinjt përballen me një dilemë që brezat e mëparshëm nuk e kishin, si të zgjedhësh një profesion për të ardhmen kur vetë ardhmja po ndryshon kaq shpejt. Në mes të gjithë kësaj, një shprehje e vjetër po dëgjohet vazhdimisht. Zanati s'të lë pa buk. Por a është ende e vërtet kjo? Apo jetojmë në një moment kur shkollat profesionale po fitojnë vlerën që u është mohuar për vite me radhë? A kemi gabuar si shoqëri duke i bindur breza të tërë se suksesi kalon vetëm nga gjimnazi dhe fakulteti? Unë jam Teuta. Ky është Troç. Për këto dilema dhe për të ardhmen e arsimit profesional, flasim sot Troç me profesorin dhe drejtorën e shkollës profesionale në TTOF, zoti Muzafer Livoreka, një mik i imi i vjetër, ja ku jemi përsëri, kënaqësi e madhe që keni ardhur. Faleminderit, jam i gëzuar që përsëri po takohemi, kështu që në mendim normal edhe në nxënësve, respektoj juve dhe misionin juve që jep një tretman për nxënësit tanë për të ardhmen e tyre. Patjetër, sepse tani koha po na dirigjon ka zanatët profesor. A ka ardhur momenti që të zhbëhet ajo tabu paragjykimi për shkollat profesionale që e dim ne se si i shohin ose i kemi parë më herët si një zgjedhje të dytë, apo janë bind prindërit nxënësit që e ardhmja do të ndryshoj për shkak teknologjisë dhe shkollat profesionale nuk duhet më të jenë zgjedhje e dytë. Si e shihni? Fakt deri diku është një tabu, edhe pse ne që punojmë në arsim së mos unë këtë postin e drejtorit që jam shkollën e mesme profesionale, po luftoj shumë. Kemi shumë për të vrapuar, kemi shumë për të punuar, ende nuk themi ashtu në thojza, nuk është pastruar terreni, por e di që së shpejti ndoshta u bë 3 vite, por besoj që edhe 2 vite do ta kemi krizë të pastrojmë këtë mendim, kam thënë më herët, po them edhe këtu se ne kemi problem jo me fëmijët, ne kemi problem me prindrit. Parasysh se ende na për shtëpia bisedohet, ta zëm shkollën tonë ose shkollë profesionale, shumë herë është një kohë gjatë është e lëmë anësh. Mirë po duke di që Unioni Evropian apo Bashkia Evropiane jep shumë fonde për shkollat e mesme profesionale, unë besoj se edhe 1-2 do kemi këtë problem dhe pastaj fëmijët do të çlirohen dhe do të jenë vetë interesuar për ta në për shkollat profesionale, parasysh se duke di që në kohë të gjatë janë do zanate që janë duke humbur, pra duke me di që nuk është përcjell shkollat profesionale më herët për të ndihmuar dhe ka ardhur te kjo që disa zanate janë duke humbur, por besoj zanatet e reja që kanë dalë tash, besoj që unë edhe normalisht dhe shteti, institucionet e veta, edhe që emisionet që janë, edhe ne që bëjmë takime me prindrit, besoj do të ndryshojnë ta zëmë tonë e shkolla, mo nuk do ta qojnë shkollën mesme e tekstilja, po do të thonë do të shkojmë në shkollë që mendojmë ne bashkë me kolegët na çta ta bëjmë shkollën dhe vim që edhe familjet, edhe nxënësit vetë tyne dhe shoqëria do të jenë interesuar për të shkollat që janë profesionale, që kemi do drejtime edhe moderne që janë.
Prinderit ose edhe nxënësit ndoshta ende po mendojnë se suksesi po kalon domosdoshmërisht nga gjimnazi, fakultetet, edhe ai arsimimi që kemi besuar fort gjeneratat e kaluara, por tani koha ka ndryshuar dhe nuk është më ashtu. Dhe momentalisht, siç përmendet edhe ju, jemi duke e pagu çmimin e deficitit ose mungesës të zanateve ose të njerëzve që na duhen në përditshmëri, elektricistët, rrobaqepsit, e kështu me radhë. A do kemi një mungesë ende më të madhe në të ardhmen për shkak të tabus që po qëndron ala? Unë mendoj se zanatet e vjetra do të kesin problem. Kurse zanatet e reja që janë duke kanë dalë sipërfaqe dhe që ka shumë rini që i atakojnë ato zanatet, unë besoj se drejtimet e reja do të ndryshojnë mentalitetin, edhe pse ato drejtimet e vjetra që kemi në Tetov, që diku ka filluar të humbin, por zanatet e reja besoj që do të dalin shumë shpejt sipërfaqe dhe besoj që fëmijët në të ardhmen, edhe pse tash është vështirë, por besoj që në të ardhmen ndoshta do ndrohet mentaliteti dhe sa është interesimi për gjimnaz dhe mjekësi, nxënësit do të vrapojnë ose shkollën tonë profesionale komunale, siç është Tiksila për shkollën mesme bujqësore, do të atakojnë ato drejtime se koha do të kërkoje. Koha do të kërkoje, edhe pse janë do programe që shkojnë edhe duale, dhe besoj që edhe me këto programe duale jemi tu ndiku që sa që kudo zanatet e reja për drejtimet profesional që po paraqiten tek ne, të shiqojmë një sy pak më ndryshe. Cilat i quani zanatet të reja? Po shiqo, tek ne për shembull ne kemi për shembull drejtimin e dizajnit. Po. Kemi automatikisht kemi artistik, siç thonë artistik dhe arti figurativ, ku dizajni për interier, mobilje dhe prodhime industriale, po ashtu edhe kemi ne teknik modelimit të veshjes apo teknik të dizajnit të veshjes. Për do drejtimin e cilin koha po i kërkon, për edhe teknologjinë ushqimore. Atë do të kemi gjithmonë, se do ham, gjithmonë do ham. Tash nuk ndryshe. Shumë më ndryshe prodhosh një si do ato personat që janë gjegjes që përgatitin pica apo gjellra, më thonë ato të fillojnë jo ta marrin zanatin, nuk ka keq ta marrin edhe me një lokal apo dikun, po të shkojë edhe nëpërmjet shkollimit, shkollës mesme, të jesë më i përsosur në atë zanat, se teknologjia ushqimore në vjet përgatitëm një punëtori teknologjisë ushqimore 10 herë kam bler vetëm pjesë që duhet përgatitin nxënësit. Patjetër kërkon vetëm. Tash në praktik nuk u zbatu se u deshje ta prishim shkollën, po jemi të shkolla re që ta ndërtojmë. Besoj që teknologjia ushqimore do të vijë shprehje, pastaj këto drejtimet siç se ka dizajni i veshjes, interier, janë dizajne të cilën koha i kërkon. E kuptoj, po të vjetrat janë këto që i përmenda unë Elektricisti, rrobaqepsi, janë disa në cilin kapuctari, shqiqon të po edhe këto na duhen. Po s'ka, për 1-2 janë, dhe me thënë, i shof edhe ato në mosh, do të ndodhe ma, tash natyra procesës do të shkojnë ato dhe pastaj nuk ka, dhe ku do të vrapojmë, na do të shkuba, do të më shku në Gostivar, se nuk ka pasardhës të atyne, kështu që është problem, por besoj që prindet të janë pak masiqel edhe fëmijët, se një gjë do të me ditë. Fëmijët dalin talent, sot që shkollë fillore, shef fëmija, se unë qenë kam për piktur, unë qenë kam për diçka dhe shef ku do të me shku. Ku do të me shku. Par vjet pata unë në musafir një përfaqësues nga Vjena, ishte antari i bordit sektorit arsimit në Vjenë. Ai tregoi për shemb programet e reja dualen përpara që kanë qenë një praktik 4 mësim, tash ka shku 3 praktik 2 mësim. Mendoj 3 ditë praktik 2 orë mësim. Po përshtaten shkollat? Në bazë nevojave që kërkohet në praktik. Edhe ai tregoi që së shpejti në universitetet që janë tyve drejtimeve do të shkojnë 4-1, që do të në universitet do të shkohet 4 ditë dual dhe 1 ditë mësim klasik në teori. A jeni dakord ju me këtë sistem të ri? Patjetër. Se unë kur shoh tek ne këto ekspozita që i mbajmë, këto sfilata që i mbajmë, ditët e hapura, po zonë vend shumë dhe janë shumë të kërkuara. Për shembull, ekspozitën e parë që kemi pa në Durrës ne,
pas 1 muaj, 2 muaj, kur jem taku me prindit disa nxënësve, që më kanë thonë më prindit? Një trombolin, një farloj injeksioni të fëmija im ka qenë ekspozitën që e kini mbajt që në durës, më thënë fëmija s'ka flet duke analizuar si do të dalë, e ka kumbo mirë, më thonë ne, atë që mendojmë, shkolla jonë të tjetë pas disa viteve, ne kemi arrit që të dikojmë të fëmijët se ti vlen, jo vetëm për këtu, po ti vlen dhe për jashtë, ma është një ekspozitë apo një sfilat në cilën deri tash ka qenë tabu temë. Kurse tash ti shkojsh midis Kalas Ulqinit bësh një sfilat fantastike, kur ke Lidonin aty, e ke prefektin e Durrësit aty, e ki dekani e fakultetit të artit Tiranës. Ngrihet vetbesimi, sigurisht. Neve na përcjellin edhe njerëzit e institucionet ndryshme jashtë shtetit. Pra me këto aktivitete ne ndikojmë edhe te logjika e fëmijës, edhe te prindi se fëmia juaj është talent për diçka dhe ne jemi ai vendi trombolin që ai nesër pas nesër le që mund të hyjë edhe profesor tek ne me këtë drejtim, po ka edhe ateljen e vet, ka dy rroga të mira që mund të jetojmë shumë komod. Shumë komod. Vetë Pa ardhët të përgatitim pyetja tregun në mënyrë shumë profesional, përgatitim në tregun. në bazë të nevojave, Në bazë të jo nevojave vetëm që- numër. Tash përpara ka qenë numër dhe shiqo. Edhe gjithë papunë jemi. Kemi mbet në Po. të shkojmë gurbet. Po. E ka kryer një shkollë të mesme, shkon kamarer në Gjermani apo kur ta diun e ku. Po se s'ka ku të S'ka, punësoj, apo s'ka. si dhe ato thojza baushtelle shkon punon ndërtimtari. Ndërtimtari, po. Po. Zanatis të le pa punë, e thatë edhe Asnjë, s'pa buk. asnjë. E thatë edhe ma herët profasht, a vlen ala kjo në 2026, se kjo është një thënie shumë e vjetër. Po praktika tregon, Patjetër. koha tregon ti. Koha tregon se persona që mirën i kogja ose familjarisht që e kanë për shembull, ato me sigurinë financiarisht më të fortë se sa ne që punojmë në arsim në çështjet interesit financiar apo ekonomik. A mendoni se përveç praktikës edhe përveç zanatit, sepse ajo mosha e shkollës mesme është mosha kur fëmiu ndërtohet, e ndërton karakterin e vetë, ndërton edhe atë bazën e dijes. A ka te shkolla juaj edhe lëndë shkencore, si matematika ose lëndë të tjera, që pak e përgatisin, do më thonë, nxënësin e shkollës së mesme me një dije bazike për gjërat Drejtimet profesionale shkencore. fakt jo ndolant profesionit. Aha. Pati nuk mungon as matematika, Okej. as kimia, as fizika, Do më as thonë, gjuhë nxënësit shqipe. janë të përgatitur me atë dijen bazë. As historia, as arsimi qytetar nuk mungojnë. Shumë mirë. As ora e klasës nuk mungojnë. Mirë, po ne përgatitim, duke dhënë kulturën këndej, përgatitim profesion, ai nesër me çfarë do të ndeshet në jetë. Qartë. Se trombolina e ati personit se ai vlen dhe ja vlen t'jem në këtë profesion, janë këto sfilatat dhe ekspozitat që nxjerrim Aty në ku dëshmohet puna e tyre. dëshmohet se dhe nesër pas nesër ai kur ta kryejë universitetin, edhe kur shkruhet dikun të konkurrojë, kur ta bëjë një CV, edhe kur ta cek ati se unë më vitin 1995 kam bajt një ekspozitë të kryetari i shtetit edhe institucioni që pranon ekspert tillë për shembull, e thot ndalo pagës Pas ka diçka. ti vlen, a kupton? Apo një sfilat në Kalan e Ulqinit. Po, shkolla vërtet profesionale në Teto funksionon në mënyrë shumë evropiane, të them, me një stil që e përmendet edhe pak më herët që edhe Evropa po don me vënë në pah ose me implementu më shumë praktik, më pak teori, ose një farë barazie mes të dyjave, që të ngritet sigurisht talenti i fëmijëve të cilët po mësojnë për talent. Të unë jam produkti i shkollës mesme tekstile. Aha. Më thonë, dhe unë Se kom ditur. në atë kohë ka pat vetëm 3 klase, ama puro tekstil kanë qenë 2 dhe 1 lëkurë. Që rroba çepsi, tekstil dhe lëkurë. Dhe tash duke ditë që unë e di nga viti 1981 kur kam qenë viti i parë, pastaj ku marr profesor dhe jam bërë drejtor, unë e di çka i ka mungu shkollës. E kemi Me thënë, pa kështu në shumë kohë bukur. reale. Dhe kur kam marrë, unë i kom tregu kolegëve, unë kom marrë në një temel të ri të shkollës. Hiç pa me ditë se do të bëhet shkollë e re. Edhe kom tregu se projektet që kam biseduar me kryetarin këto projekte, se normalisht të kërkojnë financa. Pra unë nuk kom shku mësim klasik. Po kom dalë talentin që janë të lindur për këtë punë,
mos të reklamojnë vetëm këtu, po të reklamojnë edhe jashtë, po normalisht falë edhe miqësisë madhe që kam qytete ndryshme dhe shtete, mund përcjellin edhe ta zëm dekani fakultetit pikturave, apo piktori i minjohur Keni lidhje të Helidoni. forta edhe nga sporti. Nga sporti dhe më ka lidh pastaj, kështu që Keni pas veprimtari edhe më herët. sfilatat, edhe ekspozitat, po pse edhe nxënës me nevojë të veçanta kur i nxjerrim jashtë shtetit në ekskurzion, për shemb, mu këtë të persona më ndihmojnë, apo në rast se kemi një ekspozit, ta zëm mas paku në Durrës që patëm ekspozitën e parë, 30 shok, veti i dyti me bashkëshortë u bë 60 vet, kam pat veç musafir nga Durrësi. Pra desh e pa desh, shkolla jonë po merr një qasje ndryshme që të thotë mos jesë mësim klasik, se unë nuk jam kundra mësimit klasik. Mirë, për shkolla profesionale duhet të jetë pak më ndryshe se koha kërkon. Patjetër. Kur jemi te koha, prof, edhe te tregu i punës, po keni bashkëpunim ndoshta me institucione shtetërore ose analizoni në mënyrë tjetër tregun e punës, dhe cilat janë ato profesionet më shumë që kërkohen, dhe si ju si drejtor tentoni të futni sigurisht edhe degë të tjera që kërkohen nga tregu i punës. Tota, pra ne patjetër bashkëpunojmë për arsye se pjesën praktike e kryjmë në atje. Ne bashkëpunojmë dhe do të bashkëpunojmë edhe pse falenderoj që edhe ato na ndihmojnë, po normalisht edhe është interesi atyre që të kenë një fuqi punëtore trinizën për të ardhmen. Se deshe pa deshe ato nesër janë kandidat kryesor për të punësuar aty. Nuk do t'ikin ato jashtë, po do të punëson. Po kemi edhe të drejtime tjera që bashkëpunojnë, edhe teknologjia ushqimore, kemi ku shkojmë mbajmë atë pjesën praktike. Çfarë kërkohet më shumë? Po më shumë kërkohet edhe teknologjia ushqimore kërkohet më shumë, edhe këto që janë tekstil lëkurë, në cilin janë do firma, në cilin ka firma shumë të mira private që kërkojnë janë të interesuar që të bashkëpunojmë. Dhe ju sigurisht aty i merrni numrat që të dini se si është tregu i punës. Kemi pasion lanë duale dhe kemi koordinator që i ecë këto punë dhe që nxënësit në praktikë atje dhe i dërgon dhe pastaj i kthen prapa përsëri në qytet. Shumë bukur. Prof, e kemi një përshtypje të gabuar për mendimin tim, ose një tabu që ndoshta në fillim pak e tham, por tani të jemi pak më fill. Se në shkollat profesionale ose në shkollën tekstile bujqësore, si i thirrim kështu ne populli, shkojnë nxënësit më të dobët. A është ende kjo përshtypje, a është ende ky muhabet i njerëzve në përgjithësi dhe pse është i gabuar? Kjo teori është shumë e vjetër. Dhe gjeneratat e prindërve tanë dhe fëmijëve të prindërve tanë ende bisedojnë të tekstile. Në realitet, shkolla e tekstile nuk e mërtohet tekstile. Mërtohet shkolla e mesme profesionale komunale. Që ato të kur të heqet kjo tekstile nga fjalori edhe nga kokat e prindërve tanë, ose edhe nga muzaferi si prindër për shembull, atëherë ndryshon gjithçka. Nuk do të thotë shko tekstile, apo shko të shkolla profesionale se ti je për të vizatuar, ti je për çep apo ti je për teknologji ushqimore, apo do një inxhinier kimi teknologji, apo do një teknolog. Se dhe drejtimi kimi teknologjisë, ne kemi punëtori shumë të fortë kimi teknologji që përgatitin profesorët e praktikës. Pra nuk o vetëm tekstila dhe dizajni. Pra si thashë merret teknologjia ushqimore, kemi drejtimi kimi teknologji që është profesor kam shumë të mirë që janë përsosur që kanë kryer universitetet teknologjike që kanë qenë në Kosovë. Ose këto inxhinier tekstilit që janë kretë kanë kryer në Zagreb edhe në Serbi kanë kryer fakultete. Pra janë universitetet më të forta në nish Jugosllavi që ende sot janë normalisht para pensionimit janë edhe 2030, domethënë këtë profesor që kanë kryer kohën e komunizmit jemi në pension, por ende ne mbajmë atë themi e ruajmë themelin e shkollës për ardhmërinë e këtyre nxënësve, normalisht duke i futur këto drejtime të reja, siç është teknologjia ushqimore dhe dizajn apo qësisht arsimi artistik, që është dizajni interior mobilje dhe prodhimi industriale, që është shumë e kërkuar, që në fatin e parë tash pjesa dërmuese telefon që më kanë thirrë ka shumë vajza që kërkojnë këtë drejtim. Vajza? Pse vetëm vajza? Tash, dëgjoj, për s'para herë konkursin e parë që kemi tash ne, fatin e parë ka 51%
vajza 49 djem. Po mirë, E me thonë, dalli për që ka spare- shumë i vogël. Po, ama nuk ka ndodhur tash, ka Është qenë hera e parë. 70 djem, 30% vajza ka pat. Tash për spare herë, ka ndodhur, a fatin e parë, kemi 51% me 49. Edhe në tekstile bëhet fjalë, Komplet konkurimi. më shumë djem ka pas. Për çfarë tu në thash se ne ngadalë po përgatitemi Shumë mirë. terenin. Nëse unë tash jap një informat që burimore nga ana ime, nga dje që e kom pa fletore dhe kemi nxjerr sa vajza sa djem për shkak, ne do të thonë kemi arrit ndikojmë edhe te prindrit, edhe te nxënësit për shembull që ja edhe për gjinin femrore ne Barazia. kemi drejtime, edhe pse s'është mirë mi ndajt. Mirë po, tekstila për herë ka pat shumë më pak vajza se sa djem. Mirë po, konkursi i parë për vitin 2026-2027, 51% janë vajza, 49 janë gjemë të sinon, ne jam shumë i lumtur normalisht edhe kolegat që kemi punu deri tash edhe politikën që kemi Po jep një rezultat Po jep pozitiv. rezultat. Që thash merr nga do ta përgatitem në terene me programe duale apo ekspozita sfilata të ndryshme, do ta përgatitem, mirë po shkon vështirë tot. Sa për informat për shikuesit, në vjet janar, 17 janar ne kemi pat një ekspozitë në hollën e kryetarit shtetit Shqipërisë Bajram Begaj. Dhe aty, pasi u kry, kur e patëm koktelin, a ju garantoj fëmijëve se shpejti do më shifnin në Tetov. Dhe Edhe tash erdhi. më duket mars prill, nuk e di a erdhi në Tetov. Vizitën e kishte. Dhe fjalimin që patë shkolla Liria, tregoj pse ka ardhur në Tetov. Edhe çfarë përmeni. Përgjigjen që va kom dhënë, fjalën nxënësve shkollës mesme tekstile për ekspozitën e mirë që e kanë qenë tek une në presidencë, unë e kom shpëlej dhe kam ardhur ta vizitoj Tetovën. Sa Ka bukur. qenë më kënaqësi se Sa unë bukur, jo nuk ka vërtet shumë e mirë. Pra ajo shkollë tekstile deri tje e nënçmuare për buzur. Po, Edhe dhe pse sot- tekstilja nuk janë vetëm produkt unë i sportit. Profesor tekstili që disa profesorë që kanë kryer shkollën mesme tekstilit kanë kryer në Zagreb fakultet. Edhe pse ato kanë dalë në penzion vjetat të fundit, Por ka qenë shumë sukses shumë. kanë prodhu inxhinier tekstilit, teknolog, profesor të kimisë, profesor të sportit, profesione ndryshme. Edhe jam shumë i sigurt që janë shumë. Edhe di njerëzit që është e vërtet. Mirë po tash ka mbet ajo Si të ndryshojmë, profesor, këtë perceptimin negativ për shkollat profesionale? Sepse nuk është vetëm shkolla, keni se unë nuk e, doja ta shoh, po nuk e pash, ja do t'ju pyes ju sa shkolla profesionale ka në Maqedoni? Nuk e di sa ka shkolla profesionale, Okej, por nuk ka shumë me siguri. Shkolla profesionale kanë qenë të përbuzur. Po, Edhe në mentalitet, por si... pe edhe prindrit, unë kur mbaj mbledhje me prindrit, këshilli prindërve ekziston, unë kam kritikuar shumë. Dhe këtë intervistat që i kam dhënë unë, numër 1 e kam cek prindrit dhe nuk mërzitën mas pak fytyrja kam dhënë. Ti momenti që fëmia bëhet klasë 9, ti 8 del në klasë 9 tash që i kanë. Ti një vjet do të studiuar, do të vish të interesosh çka ka në shkollë të ne, se medicina gjimnazi ndim paraparsisht. Nuk thonë të vish të une, në shkollë profesional. E ki edhe bujqësorën ti profesional. Shko shiqar Jo, domosdoshmërisht, po. Edhe atje ka do drejtime të mira. Po. Mirë po nëse ti vish të une ma herët, takosh me mua, po Njoftohesh me profesorët, me çfarë kushte cilësinë, ka, me- si ofrohen për shembull. Prej nga shkolla mesme tekstile hinin në presidencë, maj ekspozit. Ka shkolla mesme tekstile, ba një sfilat kalan e Ulqinit. Si mundet Helidoni, një njerë shumë eminent për shembull, ka mba ekspozit dhe sfilat, shkolla mesme tekstile, Helidoni njërë piktorët fantastik të çështje shqiptare, ai shkon mas nxënësve shkollës mesme tekstile. Apo dekani i fakultetit të pikturës në Tiranë ka ardhur në Durrës sfilatën musafir special. Dhe me thonë, metodat dhe format dhe se si punojmë ne kada po e ndryshojmë ne imixhin e shkollës, po nuk do të thotë se edhe ne, edhe ki emision ndikon. Patjetër. Edhe televizionet ndryshme do të Patjetër. ndikojnë që Evropa lek nuk t'jep, e dim, kanë projekte pse do t'japin lekët ato shkolla mesme profesionale. Që për shembull sot Gjermania ka mbet parini. Edhe çfarë bën këto zanatlit kërkon ta zëm 200.000 për rrim, Po, 100.000 elektricist. kërkon zanate ndryshme, se s'ka Ndërtimtar. padrini dhe kanë vdek, ato tash do marrin prej Ballkanit, do marrin prej Afrikës, do marrin prej Azisë, se s'ka zanat, s'ka kushtet të ndreqe në Gjermani apo në shtetet tjera. Atë ne kemi mbujqësorën,
jemi këtu tek ne për shembull, te shkolla mesme rroba çepsi edhe mund ta zgjedhim problemin. Është vështirë, veç se unë e di që Rruga do të jetë e gjatë. shumë e gjatë, do të jetë, por momentin që mrim atë stat që kemi analizuar ne kolegët, edhe besoj që ashtu si kemi analizuar, edhe 2 vjet do të kemi këtë problem. Po besoj që mas 2 vjetëve do të ndryshojmë dhe atëre do të jetë konkurenca si sot në gjimnaz dhe në medicinë apo në ekonomi, do të jetë edhe këtu. Të shkolla mesme tekstile. Se koha do të kërkoje. Se ka prindër thotë fëmijës unë s'du të shkosh në gurbet. Gjenerata e re nuk do të ikë nga shteti. Shumica nga shqiptarët e trojave tona duan të qëndrojnë në vendlindje, kështu që s'ka mërgim. Gurbeti është jashtë planeve të tyre. Ke dëgjuar që po punojmë online? Po. Ne kemi kolegë që prej këtu ka bën dizajn interior për në Zvicër, se ne tregoj çmimi sa ka fitu për 7 ditë. Prej këtu përsërish, Po pra. ka përgatit Po pra. në Zvicër edhe, me thonë që ta ofroj unë trombolinën ku e ke edhe dizajn, pastaj vish profesor, zgjeroj profesionin tonë, bënë një atelje dhe që edhe rok profesori, edhe rok biznesi që ke, edhe kryet punë. Unë jam kompresori sportit. Mirë, po unë për momentin që kam hinë arsim, unë kam punuar dhe trener, kam punuar profesorin tim, kam zirë diroga unë. S'kam shku në gurbet unë. Po pra. Tash edhe fëmijët e mi, kam pa qenë babi ka punuar 2 punë dhe nuk ka shku në gurbet, edhe fëmijët e mi Nuk dojnë në janë në arsim. Pa edhe dikush ka marrë biznes, dikush punon edhe në arsim me një rok tjetër, atë nuk do të thotë se këtu nuk ka. Jo. Do të thonë në rast se ti don ta kesh rrogën e Gjermanisë, Ngriu puno. po ngri punon dhe Mësoj një zanat, sidomos. Në rast se unë kam punuar para dite kam punuar në arsim, mas dite kam shku stërvitje apo e kundër ta mvaret çfarë para dite mas dite kam punuar, kam xhir dirok, s'kam shokët e mi ndoshta kanë shku në Gjermani në Zvicër. Po kom dhe jam shumë i kënaqur këto vite që kam dhe kam ndihmu në arsim kam punuar dhe kam ndihmu fëmijëve, edhe në sport edhe proces edukativ arsimor. Datë 7, 8 dhe 9 shtator. Kemi analizuar nxënësit me nevojë të veçanta, ti kemi vlorë. Çka do të punohet? Pra si punëtori do ta kem. Nxënësit do dalin plazh me nevojë të veçanta me asistentët e tyre, sa do të vinë edhe familjarët, do të mbledhin guaca, do të mbledhin kapakat e shisheve, edhe barisha që del, alga si thoni, që del nga deti dhe thahet, do t'i mbledhin, do të vim Tetov, do të punojnë 1 muaj, do të punojnë funde me reciklime që do t'i mbledhin fëmijët. Me thonë, radhë nxënës me nevoja të veçanta. Me thonë, shiqo ku ka shku shkolla jonë. Profesor, nxënësit me nevoja të veçanta të ju po mësojnë në kushte Normal të janë zonës si në zonës tjerë, janë me një klasë. Në grup veç. Jo, si cala klasë ka 1 nga 2. I trajtoni në mënyrë të barabartë. Të barabartë. Atje ta zonë edhe profesori kimis, nator, por është edhe profesori asistentja në cilin punon. E kuptoj. Është me një bankë bashkë me nxënësit tjerë. Shumë mirë. Si cala klasë ka 1 nga 2. Edhe Edhe kjo flet shumë bukur për vjet ato i nxjerrim në ekskursione ndryshme. Edhe këtë kemi në Bregdet, par vjet ishmi në Durrës, vjet ishmi në Ulqin, si vjet në Vlorë që tregova, mirë po tash kemi punëtori atje. Do të thonë kemi shkuar shumë përpara ndaj të tjerë që askush se ka bëjmë ne. Analizo kur të vere muaj 11, kur nxënës me nevoja të veçanta ta kenë ekspozitën e vete, të punime që punëtorinë e kam pat në Vlorë. Shumë e bukur. Me guaca, me algat, barishtat e detit. Me kapakat. Mund të kese dikun e ditë gjatë plazhet që kanë lut letra ato që lujnë hand, do të shiqim. Gjithçka që është për të recikluar, ata mund të bëjnë do të punin në punëtori. Që është diçka për tu përshëndetur. Profesor, për fund, nëse e keni përpara gjeneratën që tani do të regjistrohet në shkollë të mesme dhe ju dëgjon edhe përmes troqit, çfarë mesazhi ju kishit dhënë ju si drejtor, por edhe si një njeri që më të vërtet doni të stimuloni të rinjtë që të mësojnë profesione? Unë kisha lut pikëpari prindërve në rast se don ardhmërinë e fëmijëve ta shohin këtu tek ne, edhe asnjë nuk do të mendojnë për tik jashtë shtetit, se dhe këto që kryejnë drejtimet që kanë interesim mjekësia dhe gjimnazi, shumë kanë hekë jashtë shtetit. Por me mbajt fëmijën ti të shtëpia, eja në shkollën mesme profesionale, do të marrë zanat, do të kese ateljen e vete apo punëtorinë e vete, do të kese diroga,
se mundet të vë edhe profesor tek ne në ato drejtime, edhe të mbaj atelien apo punëtorinë e vete, edhe Gjermaninë dhe Zvicrën e kanë vendin vetë dhe do të jesë afër nanës dhe afër babës. Profesor Livorika, faleminderit shumë që ndatë kohë, uroj që të hiqen tabut dhe paragjykimet që ndoshta kur keni qenë nxënës ju kam pasur për shkollat profesionale, edhe pse ndoshta edhe atëherë gabuar, por dal nga dal, si thatë, tuneli ka dritë në fund dhe bota vetë në fakt po hecë drejt kësaj që po e folëm sot, drejt zanateve dhe drejt një ndryshimi që ndoshta nuk e dim se si sakt do duket, por që tesha do veshim sigurt, shtëpia do duhet t'i dekorojmë dhe t'i mobilojmë sigurt, do ham sigurt e kështu me radhë, pra zanat Nxënësit me nevojat veçanta do të jenë lumtur për herë. Edhe ajo, po, edhe kjo më pëlqeu shumë si pjesë. Pikës pari faleminderit për ftesën, se unë kam më herët që jo vetëm ne shkolla bëjmë një marketing, për edhe shtëpitë informative sigur ju që na ndihmoni shumë, që na mbështetni për arsye se jo vetëm ne, për edhe ju si komponent njerëzve të gazetarisë duhet na ndihmoni, për shoh që na ndihmoni dhe më fund s'kem çka të them, ne më tim, ne më kolegëve dhe ne më nxënësve, sot ju shpërbleft. Faleminderit edhe një herë profesor Livorika që ishit pjesë e troqit dhe që i tham fjalët ashtu siç janë.